sepse dua të shkoj më një herë tek reagimi yt. Sepse ti je ndër 1 2 3 4 5 njerëzit që reaguan me fytyrën e vet, me qëndrimin e vet, në një qëndrim rreth 6 minuta mos gabohem. Po. Shiko, në median ku ne punoj, domethënë kemi politik, nuk i mbulojmë Big Brotherit në përgjithësi, domethënë jemi pitrallëve që nacionale nuk raporton për Big Brother, as për të Kosovës, as për të Shqipërisë. Sepse konsiderojmë që nuk është publiku ka interesim, por nuk është interesi publikut. Domethënë, një format i tillë s'ka të bëjë me interesin e publikut, ka të bëjë me interesimin e publikut. Po befasisht, pastaj nga interesim kthehet edhe në interes të publikut, sepse kur fillon rrahja, e cila është vetëm, si më thon, epilogu i zhvillimeve të fundit. Pra, me një sy e kom përcjell, domethënë se secili e përcjell për mënyrën e vet. Nona jame e këshirë, domethënë nona jame do në gjestin shumë edhe Bilim ka pason edhe një herë. Interesant, ti nga i ke marrë këto vlera për publikun, që se ke marrë nga nona? Jo po s'kam kohën. Kush ka edukuar ty, ka shkeq? Jo, ke shumë e rastishme. Që nona e shikon, po ti nuk e shikon, e kupton? Jo, unë u ktheva në ora 12 natës, jam kthy, isha në Tiranë. Edhe ndeza televizorin edhe ishte Top Channel. Domethënë momenti që kom ndezur në televizorin, më një herë ka godit, domethënë. Po ti pas ke pas faj. Imagjinoje, domethënë. Shiko, se dhe këtë doni ta përdhelim. Pse thoni sipas ke pasur faj? Kjo nuk kupton që dhe kur e ka fikur e ka pasur ke Top Channel, se kur e ka ndezur. Po, patjetër. Pra, gjëja që e bëj është në mëngjes shikoj pak televizor dhe kur thënë në mbrëmje, pra se kemi kohën që më shku në ora 8 mbrëmje dhe më shiku emisione. Sidoqoftë, e pasha djalin që ish rat aty. Po çam bëni përshtypje pastaj këta tjerë që ishin nuk shkonin të japnin ndihmën, domethënë. Po saqërisht e kam fjalën për atë laertën. Domethënë që ndronte kaq larg edhe shikonte, domethënë ai atje ishte, domethënë nuk mund të më fol, e mund bëni përshtypje indiferenca këtij këtu, që nuk shkonte të japte ndihmën e parë. Pra, edhe ato gocat, një egli pak më shumë, ato tjera qëndruan pak më, aja mu më iritoi më shumë, domethënë. Si është mundën, domethënë ti loj ishte, supozohet je loj. Ai burri botës ra me kokra, domethënë goditja ishte e një bokseri profesionist. Pra, aja mu më tronditi. Tash, gënjejnë e se thëmë që nuk i kum pas do informata paraprake, do zenkan mes laertit edhe gjestit, po saqërisht sa i përket religionit, të bën një përshtypje. Pra, me një moment gjesti ka thonë Allahu Ekber, ky ka thonë mos e thuj atë fjalë, pastaj ishte një moment ku gjesti i hudhi urat, rozaren i hudhi në ujë. Ky tha pse, pra, me kalimin e kohës ti e kupton që është edhe një interes këtu i publikut për me përcjell këtë ngjarje, sepse kur këta njerëz i marrin kanë 1 milion views. Edhe kjo gjëja vlon për fundit, domethënë. Pastaj posh këta çunat e laçit erdhën te televizioni dhe u bë aty ne, domethënë po kishte edhe konotacion fetar nga pak. Kishte edhe konotacion rajonal ka pak, domethënë kishte konotacion të provincave, të shteteve, të zonave. Edhe krejt kjo mu më bën përshtypje, domethënë s'mu i më thonë që kjo tash është veçloj, jo nuk është veçloj. Mos e harroni, domethënë nuk është rasti i njëjtë. Po se kam pas tendenca më shkput prej kontekstit. Lufta në Kroaci ka filluar në një ndeshje futbolli. Domethënë kanë qenë duke luajtur Dinamo Zagrebit me Crvena Zvezdën, edhe ka qenë një futbollist që ka luajtur me Von Milano Boboni, e ka godit policin me ngjoks, pastaj publiku fillua në urrahen me zveti, edhe e dim çush ka përfundu. Unë vazhdimisht i ndruhna, Drashkoviçi ma ka thonë një herë në intervistë kur e bona me të, tha, problemi juve shqiptarëve është përçarjet e vogla, tha. Doni më pas kujdes prej grindjeve të nuancave, sepse din me qenë po aq fatale sa ato që janë thella. Pra, ne jemi të ndomë në disa rajone, ne jemi ndomë në disa religione, ne jemi ndomë me disa dialekte gjuhësore. Sikur ti të kishe qenë kyk tek ajo video me 6 minuta, unë do të kisha thirrë sonte. Po çka ke thënë? Se deri tani me këtë ekuilibër edhe me këtë analizë, kur unë dëgjoj te minuti 1 që ma çoj redaksia 1:40. Çka kom thonë atë? Edhe ke thonë që se shqiptarët po janë, si e thua aty, ma thuajnë çik në mënyrë të se thua është janë
o maskulin, se që thua një gjë. Ka reflektuar gjatë... Jo, ka mundësi. Do me thënë... Ka reflektuar... Postimi jam i parë është konë pas rrahjes, këmë thonë... Ti bërë një ndasi kulturore, karakteriale, midis shqiptarëve dhe kosovarëve, që janë, thua diçka të tipit janë agresiv, janë vulgar, që nuk e gjenë këtu në Kosovë. Shumë a pak. Do me thonë, për shembull, në vitin 2024 në Kosovë janë kry 14 vrasje, në Shqipëni janë kry 39 vrasje. Do me thonë, ku numri banorëve është... Ti ja vësh shqiptarëve këtë, jo qeverisjeve për shembull? Patjetër, është edhe kultura. Ja vësh shqiptarëve, jo faktit që Shqipëria ka një port të madh, ka një grupe kriminale, bëjmë 1000 statistika. Dëgjom, është një kulturë në Shqipëni, e cila se di ku e ka zanafillën, unë mendoj që e ka zanafillën në terren e regjimit komunist, ku ka ndodhur një farë dehumanizimi i qenjes njerëzore, domethënë në mënyrën se si kur populli s'ka qenë i gatshëm me jetu pa Zot, ja kanë hedhë Zotin, frikën e Zotës, Zotit pastaj o eliminua dhe frika e ligjit, edhe pastaj shqiptarët në mas të madhe, që më thonë kanë jetu jetën e vetë pa nëjë barjerë, dhe më thonë qoftë morale, qoftë ligjore. Rase ne do t'ishim në një kafe të dy dhe ta bënim këtë diskutim për kënaqësi, nuk do kishte pasur efekte dhe pasoja me përgjegjësi të mëdha. Por rase dy njerëz që bëjnë opinion publik dhe dëgjohen mjaftueshëm, po i hiki delirit që dëgjohemi shumë, po besoj që dëgjohemi mjaftueshëm, edhe e thua ti këtë në pozitat e përshkrimit të shqiptarëve që janë më shumë agresiv, më pak frikë në Zot, më pak frikë në e tjerë, atëherë unë do të ndaloj edhe si studiuse, do të them Berat, po, do ta ndash pak qëndrimin tënd si opinion nga një qëndrim shkencor karakterial i shqiptarëve, se s'ka një studim që i bën këto diferenca. Studimi janë statistikat, Grida. Dhe më thonë statistikat nuk gënjejnë. Numri vrasjeve, numri dhunimeve, numri i grabitjeve, numri i plaçkitjeve, ato që ndrojnë aty për mi lexuna. Pra nëse i lexon të Kosovës edhe i lexon Shqipërisë, jo vetëm tash, në 20-30 vitet e fundit, nuk ka gjë më të gabuar. Aty s'ka asnjë ndryshim. Ja, një moment Berat, se ju a jap si statistika, vetëm një moment Berat, se do t'i tregoj vetëm për publikun se kam për ju. Berat, më dëgjoj vetëm si linjë logjike. Mund t'i marrë statistikat. Jo, vrasje 14. Vrasje, ai vrau, të pa mjaftueshme për të nxjerrë. Kemi 3 milion, ne 3 milion ju. Ku jeve 3 milion ti në Shqipëni? Jo, janë 4 dolën regjistrim. Vinë jashtë, po vinë tu bëjnë edhe tonë vinë jashtë, na më shumë e kena diasporën në Shqipëri.